Acari paralizon Europën, të paktën 8 persona kanë ndruar jetë. I fundit në Durrës, kaos në Gjermani, temperaturat -20°C. Artikulli i Daily Mail: Europa e ngrirë është ndalur plotësisht, ndërsa stuhia Goreti vazhdon të shkaktoj kaos me stuhi dëbore prej -20°C që kanë ndaluar qarkullimin e trenave dhe aeroplanëve, duke shkaktuar bllokime të mëdha trafiku në Gjermani. Franca, veri perëndimore, është goditur nga erat forta me shpejtësi 200 km/h, ndërsa përballet me ndërprerje masive të energjisë elektrike, veçanërisht në Normandi dhe Bretanjë. Paralajmërime të kuqe për rreshjet bore janë lëshuar edhe për veriu në Gjermanisë, për rreth Hamburgut, me deri 15 cm borë që priten në vazhdim. Shërbimi kombëtar meteorologjik i vendit paralajmëroi për potencialin e grumbullimit të akullit të zi, veçanërisht në perëndim dhe jug të vendit. Trenat e distancave të gjata u ndaluan veri të premten dhe shërbimet u prekën edhe në pjesë të tjera të Gjermanisë, ndërsa stuhi dëbore parashikojnë të përshkrojnë Europën, tha operatori hekurudhor. Udhëtimi hekurudhor në distanca të gjata në Gjermaninë veriore nuk është i mundur, tha Deutsche Bahn në një deklaratë, duke shtuar se shërbimet nga Berlini në Hamburg dhe në shtetin perëndimor prekën gjithashtu. Më shumë se 14.000 punonjës janë mobilizuar për të pastruar borën nga shinat dhe platformat. Temperaturat të fundjavë mund të bien deri -20°C në zona të caktuara, tha për AFP-n meteorologu i Andres e Alther. Disa rajone kanë njoftuar se shkollat do të mbyllen të premten, përfshirë qytetet e Hamburgut dhe Bremenit. Të paktën 8 persona kanë ndruar jetë në aksidente të lidhura me motin këtë javë në gjithë Europën. I fundit është një burr, trupi të cilit u nxor nga ujërat përmbytës në qytetin shqiptar të Durrësit të njëjtën pas ditësh me rreshje të dendura dëbore dhe shira të rëmbëshëm në të gjithë Ballkanin. Bashkimi Kristian Demokrat CDU i kancelarit gjerman Friedrich Merz anuloi takimin e parë të rëndësishëm të partisë për këtë vit për shkak të motit të keq të sjellë nga stuhia e quajtur stuhia Elli në Gjermani. Për shkak të paralajmërimeve të motit të ashpër dhe rreziqeve që lidhen me të, si dhe anullimeve të njoftuara të trenave dhe fluturimeve për shkak të motit të keq, ndihemi të detyruar të anullojmë takimin ton vjetor hapës të premten dhe të shtunën e ardhshme, tha zëdhënësja e CDU-s. Pjesë të lumit spre të Berlinit ngrin të njëjtë, ndërsa bora mbuloi qytetin gjerman. Duke përjashtuar zonat malore në Bavari, Berlini është i njohur për disa prej dimrave më të ashpër. Europa qendrore si Polonia pritet të mbulohet me dëbor, sikurse edhe pjesa lindore dhe jug lindore vendit.